Niveli i ujit në liçenin e Ulzës arrin pikën maksimale. Kabina elektrike në Urak hyn në ujë. Pas rreshjeve të fundit të shiut dhe dëborës, prurjet në basinin ujor të liçenit të Ulzës janë rritur ndjeshëm, duke bërë që niveli i ujit arri pikën maksimale tek diga hidrocentralit. Kjo ka bërë që niveli i ujit në fshatin Urak të Matit të rritet ndjeshëm, saqë të përmbyt edhe një kabinë elektrike e cila ishte vendosur aty prej dekadash. Siç duket nga pamjet, gjysma e kabinës është në ujë për shkak të rritjes së nivelit. Banorët thonë se në ditët e shiut niveli ka qenë më lart, ndërsa prania e ujit rrezikon jetën e tyre në një kohë kur ka kontakt me rrymen elektrike. Situata shqetësuese mbetet edhe përmbytja e tokave bujqësore në fshatin Urak dhe Rukaj si pasojë e fryrjes së liçenit, i cili ka rritur nivelin e ujit në zallin e Kurvajës dhe të Tharpnit. Vërshimet e ujit nga zalli i Tharpnit ka bërë që të dëmtojë rezervatet e peshkimit, por edhe të vërë në rrezik disa banesa. Rritja në këtë lartësi të nivelit të liçenit të Ulzës ndodh pas rritjes së nivelit të portave shkarkuese të bërë nga kompania turke Kurum pak vite më parë. Banorët e akuzojnë kompaninë për dëme të mëdha që u shkaktohen, ndërsa i kanë kërkuar vazhdimisht që të mos lejojë që niveli i ujit të arrijë pikën maksimale, por kërkesat e tyre kanë rënë në vesh të shurdhër.